Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Çdo grua dhe vajzë duhet të marrë çdo ditë këto vitamina, ja pse. Gratë dhe vajzat duhet të tregohen tepër të kujdesshme për sa i përket ushqyesve të nevojshëm në çdo fazë të jetës së tyre. Nevojat për vitamina dhe minerale varen pikërisht nga këto faza të ndryshme të jetës. Këto vitamina, minerale fillojnë që në rini dhe gjatë gjithë jetës, pra para dhe pas menopauzës. Në këtë video, ju do të mësoni për suplementet më të rëndësishëm për sa i përket shëndetit tuaj të çdo gruaje dhe vajze, të cilat duhen t'i marrin ato çdo ditë për një funksionim më të mirë të organizmit. Acidi folik. Acidi folik është elbësor për shëndetin e një gruaje. Kjo vitamine kompleksit B ndihmon në formimin e qelizave të reja, gjë që kërkon një ritëm më të shpejtë gjatë shtatzanisë. Acidi folik shmang defektet e fetusit dhe është i domosdoshëm për rritjen dhe zhvillimin e tij. Një grua ka nevojë për 400 mikrogram acid folik në ditë. Gratë shtatzëna ka nevojë për deri në 600 mikrogram acid folik në ditë. Vitamina D. Me kalimin e moshës, gruaja fillon edhe përballet me ndryshime hormonale, por edhe një shëndet më të dobët të kockave. Gratë janë më të rrezikuara nga osteoporoza dhe frakturat. Për pasojë, ato kanë nevojë për vitaminë D, e cila ndihmon në përthithjen e kalciumit. Doza ditore e rekomanduar gjithashtu e vitaminës D është tepër e rëndësishme, pasi është 600 njësi në ditë ose 15 mikrogram. Vitamina C. Vitamina C ndihmon gjithashtu edhe tek gratë të cilat janë më të rrezikuara të kenë probleme me lëkurën dhe qelizat e këqija. Ndërkohë, vitamina C ndihmon në përthithjen e kolagjenit që e mban lëkurën tuaj të shëndetshme dhe tepër elastike. Vitamina C lufton gjithashtu radikalet e lira që dëmtojnë shëndetin e lëkurës dhe qelizat e këqija në të gjithë trupin. Një grua ose një vajzë kanë nevojë për 75 miligram vitaminë C në ditë. Gjatë shtatzanisë, sasia e kësaj vitamine rritet deri në 85 miligram, ndërsa për nënat lëhon nevojitet deri në 120 miligram në ditë. Duhan pirësi gjithashtu ka nevojë për një dozë shtesë prej 35 miligramësh nga sasia e përmendur. Vitamina B12. Edhe vitamina B12 duhet marrë çdo ditë. Ajo gjallëron metabolizmin dhe mbron qelizat e trurit, krijon gjithashtu hormone dhe rruaza të kuqe të gjakut. Kjo vitaminë gjendet edhe tek burimet shtazore. Një grua ka nevojë për 2,4 mikrogram vitaminë B12, ndërsa ajo shtatzën ka nevojë për 2,6 mikrogram vitaminë në ditë. Vitaminat më të mira për gratë me trup në formë dhe mendje të mprehtë, pavarësisht ushqyerjes së shëndetshme. Shumë gra dhe vajza vuajnë nga mungesa e të paktën një ushqyesi tepër të rëndësishëm. Sipas ekspertëve, çdo grua ka nevojë për 13 vitamina, acide yndyrore dhe minerale. Këtu gjithashtu përfshihet edhe vitamina A, C, D, E, K dhe B. Ekspertët paralajmërojnë se nuk do të ekzistonin suplementet. 75% e grave do të vuanin nga mungesa e një ose më shumë ushqyesve. Cilat janë vitaminat më të mira për gratë? Mungesa e vitaminave do bëson aftësinë e një gruaje për të mbijetuar lindjes së një fëmije, për të kapërcyer infeksione dhe për të rimëkëmbur nga sëmundjet. Për shembull, mungesa e vitaminës K, D dhe kalciumit e bën një grua më të predispozuar që ajo të vuajë nga osteoporoza.
Mungesa e vitaminave A dhe C do bëson shikimin tek gratë. Pavarësisht moshës, këto janë vitaminat më të mira që çdo grua duhet të marrë patjetër. Vitamina C, A dhe E. Këto vitamina futen gjithashtu në grupin e antioksidantëve. Ato luftojnë radikalet e lira dhe përshpejtojnë plakin dhe gjithashtu nxisin sëmundje të cilat prekin në zemrën, syt, lëkurën dhe trurin. Vitamina D3. Kjo vitamin merret nga ushqime si për shembull si vezë, produktet e bulmetit dhe kërpudha. Pjesa më e madhe e vitaminës D është elbësore për shëndetin e kockave, trurit, humorin dhe ekuilibrat hormonal dhe sigurisht që ajo merret më së miri fal ekspozimit në diell. Vitamina K. Kjo vitamin është tepër e rëndësishme për organizmin ton, pasi ajo ndihmon në parandalimin e sëmundjeve për shëndetin e kockave. Gratë të cilat marrin antibiotik për një kohë të gjatë kanë një nivel të ulët të vitaminës K. Dhe gjithashtu ka 2 lloje vitaminash K, K1 e cila merret nga perimet dhe K2 që merret nga produktet e bulmetit. Vitamina B. Vitamina B gjithashtu përfshin folatin, i cili është shumë i rëndësishëm për shëndetin e një gruaje. Ato parandalojnë lodhjen dhe përmirësojnë funksionet e trurit. Vitamina B mund t'i gjeni tek vezët, peshku, mishi, qumshti dhe kosti. Ushqimet e pasura me folat janë spinaçi, shpargu, agrumet dhe gjithashtu fasulet. Hekuri. Nevoja për hekur tek një grua është edhe më e madhe në ditët e ciklit. Gratë të cilat kanë mungesa të hekurit ose të vitaminës B12, ato gjithashtu ndihmojnë njerëzit të cilët vuajnë nga imuniteti i dobët dhe lodhja apo edhe gjithashtu infeksionet fatale dhe gjithashtu gjakderdhja e tepërt. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se edhe jodi ndihmon gratë të moshës 20 deri në 39 vjeç, të cilat kanë nivele më të ulta të jodit në krahasim me grup moshat e tjera. Jodi është i domosdoshëm për shëndetin e tiroides dhe ato ju mund t'i gjeni kryesisht tek produktet e detit. Magnezi. Magnezi është përgjegjës për 300 funksione metabolike të cilat ndodhin në organizëm. Mungesa e tij shkakton probleme me tretjen dhe gjithashtu stresin kronik, pagjumsinë, ankthin, dhimbje koke dhe konstipacion. Ushqimet e pasura me magnez janë barishtet, fasulet, arrat dhe farat. Omega 3, acidet yndyrore omega 3 dhe omega 6 janë tepër të rëndësishme dhe gjithashtu për trurin në zemrën dhe sistemin tuaj imunitar. Kalciumi. Kalciumi është i nevojshëm gjithashtu për kockat dhe gjithashtu ai shërben për forcimin e trurit dhe të imunitetit. Kur kombinohet me vitaminën D dhe magnez, ofron mbrojtje ndaj sëmundjeve të zemrës, osteoporozës, diabetit dhe sëmundjeve të këqija. Kalciumi merret nga qumshti, kosti, brokoli, bamja dhe fasulet. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.